Unë e kam pak interesante, sepse e kam bërë bashkimin kombëtar që përflitet me aq të madhe dhe që e duam neve kaq shumë neve shqiptarët, e kam bërë para shumë vitesh. Që në 91 jam njohur me burrin tim, nga ata shqiptarët e Kosovës që kanë ardhur në Shqipëri. Aty jam njohur rastësisht edhe ka qenë një lloj kurioziteti për Kosovën. Kam dëgjuar shpesh për Kosovën nga babai im. Babai im ka qenë partizan i kohës luftës dytë botërore. Në 1945 ka qenë Mitrovic. Neve dim që shërodhen situatat politike atëherë në Shqipëri dhe ka qenë e pamundur që ai të vinte në Kosovë dhe ka pas një pikë, një ëndër të paralizuar ardhjen në Kosovë. Edhe shpesh na fliste për Kosovën, edhe neve fëmijët në atë memorien tonë të fshehur, na nguliten pak ato thënjet e prindërve, dëshirat e prindërve, kujtimet e prindërve, dhe unë kisha kuriozitet. Babai im nuk mundi të vinte në Kosovë, se ndroi jetë në vitin 1985, edhe ishte pak një lloj si amaneti i babait tim. Neve gjitha nënat e kemi babain, e kemi atë princin e parë të kaltërt, se më vonë pastaj fillojmë ato princin e kaltërt vërtet, po princi i parë i kaltërt është babai dhe kujtimet më të mira për babain tim dhe më dukej pak si një lloj amaneti. Dhe në momenti që e njoha një shqiptar të Kosovës, ishte pak përtej asaj goditjes parë, ishte edhe një lloj kurioziteti pak. Edhe kështu nisi kjo punë, edhe përfundoi, sot jam bërë edhe gjyshe me këtë shqiptarin e Kosovës. Jemi bërë domethënë gjyshe dhe gjysh me këtë shqiptarin e Kosovës. Me origjinë jam nga Vlora. Jam baban e kam pas oficer, edhe ka jetuar në për shumë qytete të ndryshme. Domethënë oficerët në atë kohën e sistemit kanë qenë me torb në krah, ku e kërkonte detyra ata shkonin. Edhe ne kemi qenë në disa qytete, po origjinën e prindërve kam nga Vlora, jemi rritur në Fier, prej 30 vjetësh familjen e kam Tiranë. Shqiptarin e Kosovës, burrin tim e kam nga Mitrovica, edhe jetojmë në Prishtinë. Lëvizje shumë, do thotë e njohur me shumë kultura ndoshta detaje, sepse ne jemi një, prap mirë, po gjithsesi që janë, do thotë kemi dallime në atë disa pjesë të traditave, të parimeve sociale në bazë të cilave ne jetojmë. Po, kemi dallime, për shembull dallimi është në gjuhë, është përtej që është shqip, por dallimi i gegnishtes dhe toskrishtes. Ndërsa të gjithë këto rajone kanë atë veçantinë e vet, kanë veçantitë e veta. Për shembull ta zëm edhe kulinari. Gjithse cili nga këto qytete e ka atë ushqimin e vet special. Do me thënë, për neve kjo është, si të them, unë përtej që i kam shtuar edhe ushqimin e Kosovës, kam sjellë edhe në Kosovë edhe ushqimin e Shqipërisë. Se kemi pak dallim në ndryshimin e kulinarisë. Për shembull neve mbizotron ushqimi mesdhetar më shumë, ndërsa në Kosovë mbizotron ushqimi i Turqisë më shumë.